Përshëndetje miq të sofrës shqiptare, sot kam sjellë recetën e një turshie verore, pra kam përgatitur turshi me kastraveca apo me tranguj, një turshi e cila përgatitet shpejt, thjesht, pa konservues. Besoj se kam një pëlqyer receta, kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Këtu kam 3 tranguj, besoj se janë mjaftueshëm për 2 kavanosa. Ju mund të përgatisni me sasi më të madhe nëse doni, mirë po për mua do jenë mjaftueshëm. Tash I morim trangujt dhe I coptoj, largojmë pjesët anësore, pra këto qoshët, dhe I prejmë në copsa jo të holla, në feta jo të holla, kjo masi të jetë mjaftueshëm dhe I kalojmë kështu direkt nëpër kavanosa. Vërtet është një turshi shumë e shijshme, një turshi cilën mund të përgatisni gjatë verës, kohës së pranverës, përgatitet vetëm se për 2 ditë pa konservanse. Kalojmë kështu masën nëpër kavanosa. Në mënyrën e njëjtë veproj me 3 tranguj apo kastraveca, ndryshe njihet kjo turshi me kastraveca. Coptojmë, nuk ka nevojë që kastravecave apo trangujve t'ja largojmë lëvorën. Në mënyrën e njëjtë mbushim dhe kavanosin tjetër. Kavanosat duhen të jenë të sterilizuara mirë, sepse për ndryshe do prishet turshia. Mënyra se si bëj sterilizimin e kavanosave është në fillim I marr dhe I laj mirë me ujë dhe më pas I kulloj dhe I fus në furrë të nxehtë 150 gradë për 15 minuta. Në këtë mënyrë do sterilizohen mirë. Vazhdoj tuqe ndërsa bëj mbushjen e kavanosit tjetër. Pasi kam mbushur kavanosat kështu mirë, kam lënë vetëm një gisht hapësinë, nuk I kam mbushur deri në gri, dhe secili kavanos do shtoj gjysmë luge të mesme me sheqer. Sheqeri ndihmon në fermentimin e turshisë dhe një lugë jo të mbushur plot me krip të trashtë, dhe secili kavanos të hedhi. Shtoj nga 2 lugë gjelle me uthull për secilin kavanos. Kavanosat janë 720 ml, uthull e bardhë 9%, uthull ushqimore. 2 lugë gjelle janë mjaftueshëm. Dhe në fund kavanosat I mbushi me ujë volë të nxehtë, të cilin e kam vluar dhe do ja hedhi kështu të nxehtë. Gjithsej për një kavanos do më duhet rreth 300 ml me ujë. Kam harru që të cek në fillim se kastraveca duhet që t'i lani mirë me ujë. Unë I kam larë mirë dhe më pas në një kam hedhur pak soda bikarbone dhe I kam lanë të qëndroj dikon për gjysmë ore me ujin me soda bikarbone dhe I kam shpërlar mirë. Tash vetëm se I mbushi me ujin volë të nxehtë. Mbushi kështu deri në grip dhe tek kavanosi tjetër do hedhi ujë. Besoj se është mirë dhe I mbylli mirë me kapak. 3 herë kapakun e sjellim nga ana e kundër dhe 1 herë nga ana nga përputhën vizat. Në mënyrën e njëjtë veproj dhe me kavanosin tjetër. Në këtë mënyrë do mbyllen hermetikisht kavanosat dhe I kthejmë kështu me kokët e poshtë, mirëpo pak do I tundim që t'i tretet sheqeri dhe kripa.
që të përzihet masa, ufllat e dëpërtojnë nëpër gjithë masën e ujit, përzinë dhe kavanosin tjetër, dhe kështu me kokët e poshtë i lajmë kavanosat të qëndrojnë. Unë do i la në pllakun e kuzhinës për 2 ditë në ambient dhome, dhe pas 2 ditëve turshia do fermentohet dhe do jetë gati për konsumim. Pasi kavanosat kanë qëndru për 2 ditë, kështu me kokët e poshtë, janë gati për konsumim, vërehet se kanë fillu që të marrin një ngjyrë kështu si të verdhë, pra do me thonë se janë fermentuar mjaftueshëm, dhe hapim kavanosin me vështirësi, sepse është vakumuar mirë, kalojmë në pjatë, ta shihni se si ka dalë, dhe uji ka fillu pak që të trubullohet, ka një aromë jashtëzakonisht mirë, i vërehet aroma kur ta hapni kavanosin. Ja, dhe si duken, kastraveca turshi, kanë dalë shumë të mira, shifni, nuk janë as shumë të forta, as shumë të buta. Kështu kavanosin e hapim dhe ruajmë në frigorifer, konsumojmë dikon rreth 2 javë, sepse është pak konservues dhe nuk do rrinë në ambient dhome. Gjithë ju motra që përgatitni në këtë mënyrë këtë turshi verore me kastraveca apo me tranguj, ju bëft mirë. Ju falinderit që ndani kohë për recetat e mia, më jepni përkrahje në to, më jepni komente të bukura. Gjithë ju motra që shikoni për herë të parë kanalin tim, ju lutem të abononu për recetat e reja. Mirëmbëjtje nga Sofra Shqiptare, deri në recetën e radhës.